me dënim burgimi kozgjate prej 12 vite. Ky vendim është qesharak. Unë nuk e di që 27 vite që muj mi bo 5 minuta gjumë. Ne 4 si dëshmitar jemi të pakënaqur me vendimin. Sot me datë 3/7/2026 në emër të popullit shpallim këtë gjykim i akuzuri Ekrem Bajrović me dhënat personale si në shkresat e lëndës. Gjykata e shpall fajtor për veprën penale krime lufte ndaj popullatës civile në bashkëryrje nga neni 142 lidhur me neni 22 të ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë si ligj në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. Andaj gjykata kuptim të neneve 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 50 e nenit 142 të ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe nenit 364, 366 dhe 450 kodit procedurës penale të Kosovës. Të akuzurin e gjykon me dënim burgimi kozgjate prej 12 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar me paraburgim nga data 19/10/2022 e tutje, por jo më gjatë se dënimi shqiptuar në aktgjykim. Unë nuk pajtohem me këtë vendim, ky vendim është qesharak. 12 vite burgim ti merr një kriminal ku me sytë e mi e pash në krim tortura, i përjetova, ku ende sot plagët më kullojnë gjak. Domethënë është të merr. Unë nuk pajtohem me këtë vendim. Besoni që mu këta më kanë pushkatu sërbë 2 herë. Sot jem tu pushkatu edhe ndoshta edhe nga shqiptarët, nga gjykatat. Domethënë unë nuk kam sigurim, nuk kam mbrojtje, për ditë kërcënohen nga njerëzit që nuk ja donë të mirën Kosovës. Unë jeta ime ka qenë në rrezik disa herë, ku kam kërkuar mbrojtje nga prokurori. Domethënë nuk më ka ofruar mbrojtje. Unë vin shpenzimet mia me qindra herë kom marrë që 5 vite. Kom kërku për transport për dëshmitar, nuk vinë dëshmitar që janë maltretuar gjatë viteve 90 deri në vitin 1999. Domethënë këtu nuk pajtohem unë me këtë vendim. 12 vite burgim është shumë pak. 12 vite burgim, një kriminal lufte me i morë, kja është çmenduri. Nuk ka drejtësi, unë nuk shoh drejtësi. Nuk e di ku o drejtësia. Unë sa di vuj pasojat. Unë nuk e di që 27 vite që muj mi bo 5 minuta gjumë. Për shkak të dhimbjeve që i kam. Nuk kam çka me shtu unë. Unë ju përshëndes juve mediave, i përshëndes shqiptarët. Nuk kam çka me shtu ma shumë. Pavarësisht zgjatjes procesit, spakut ne 4 si dëshmitar për i 32-ve që sot jemi të pakënaqur me vendimin, edhe pse kemi parasysh se ligjet e asaj kohë me të cilat është dënimi maksimal është 15 vite, kjo tregon se është vërtetu dënimi prej 12-ve që është bën shkallën e 2 pas ankesës avokatit të kriminalit Bajrović. Megjithatë ne duhet të pajtohemi dhe duhet ta krijojmë besimin në gjykatat tona, as që ka parapo ligji, as që ka parapo gjykata dhe s'kemi çka të bëjmë. E keqja e gjithë kësaj është mos përkrahja e dëshmitarëve nga shteti, mos interesimi i dëshmitarëve që të vinë pa marrë parasysh rrethonat me cilat ne jemi përballë
jo vetëm me shpenzime, po me të gjitha, në rastin konkret të Naimit si dëshmitar kryesor që përballet me shëndetin, me pasojat, me traumat psikologjike e gjithë të tjerat. Shpresojmë që drejtësia sa do me vonesë do të bie në vend. Shpresojmë që shteti ynë sa më shpejt të organizohet, fuqizohet dhe të mos nalet në hetimin dhe zbulimin e kriminalëve.